Sigurisht që ka ndryshuar, ka një metamorfozë të krimit të organizuar, të krimit në Shqipëri. Fillimisht kemi pasur një krim të niveleve ordinare, cili që fillimisht kishte të bënte me vjedhje të rëndomta, me ngjarje apo me krime të rëndomta, të cilat kishin në thelb pasurinë apo përfitimet personale apo grindjet e çastit apo tendenca për të treguar se këtë zonë e kontrolloj unë dhe apo logjika që i forti këtu jam unë, e cila ishte një karakteristikë e krimit të viteve 90, siç ishte historia e tash të quajturit gangsteri i parë, që ishte që i cilësuar Gaz Muça, por më pas nga historia e Gaz Muçës deri në vitet 2000 ka pasur një dinamik të jashtëzakonshme në mesin e viteve 2000, 2005 apo 2007 ka pasur një dinamik të jashtëzakonshme. Ne kemi parë disa grupe, siç është grupi i rrugës së Kavajës apo i rrugës së Durrësit, cili në fillim ishin një grup i vetëm dhe më pas u ndan për shkak të përplasjes që kishin për kontrollin e zonave të shitjes së heroinës, e cila ishte masive në atë kohë në Shqipëri.